Gjatë një interviste në Grida Duma Podcast, Fifi ka folur hapur për raportin e saj me Flori Mumajesin, duke ndalur te mungesa e gjatë artistit nga skena muzikore dhe misteri që rrethon prej kohësh. E pyetur nga Grida Duma se çfarë po ndodh me Flori Mumajesin dhe jetën e tij artistike, këngëtarja pranoi se nuk ka asnjë lajm konkret dhe se komunikimi mes tyre është i ndërprerë. Unë nuk e di fare as ç'a bën Flori, as si është Flori. Kam pyetur, por përgjigjet që kam marrë më kanë pëlqyer, u shpreh Fifi duke theksuar se pa folur drejt për drejt me të, nuk i beson thashethemeve. Sipas saj, rreth emrit të Florit kanë qarkulluar shumë fjalë që shpesh rezultojnë të pavërteta. Thuhen shumë llafe dhe dalin të mos jenë të vërteta. Në një nga momentet më emocionale të bisedës, Fifi e quajti Flori Mumajesin muzën time artistike përjetësisht, por pranoi se aktualisht mes tyre ka një distancë të fortë. I kam të bllokuara nga ai muret e komunikimit, nuk e di pse, por uroj shumë që ai të jetë mirë, tha ajo. Këngëtarja shtoi se vlerësimi për Florin shkon përtej bashkëpunimit muzikor. Jo vetëm muzika, ai si njeri. Lum ata që e kanë pasur rastin me nejt me të, duke e përshkruar si një person dhënës. Në fund të intervistës, Fifi la të kuptohet se zhgënjimi mund të ketë ndikuar në largimin e tij nga muzika. Është i zhgënjur nga mosmarrja, prandaj është mbase në atë gjendje që është, u shpreh ajo, duke ofruar një këndvështrim emocional mbi heshtjen e gjatë të një prej figurave më të rëndësishme të muzikës shqiptare.